është ajo që e rëndon shumë peshorën e gjykimit, e rëndon, e bjen tron dhe na e lehtëson kalimin e pragut të shpëtimit është përmendja e Allahut azza wa jall. Dëgjoni këtë hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifetani ala al-lisan, habibetani ila ar-rahman, thaqilatani fi al-mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, janë dy fjalë janë, ka thënë, të lehta në gjuhë, të dashura shumë tek Allahu dhe të rënda, thaqilatani, të rënda në peshora ditë e gjykimit. Dy fjalë të lehta në gjuhë, po shumë të rënda në peshore. Cilat janë të fjalë? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Me thonjëri subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Të dy fjalë sot lehta janë gjuhë mi thonë, e së pak njerëz i thonë, por nesër e rëndojnë shumë peshorën. Dhe në përgjithësi të ndërlozëm. Përmendja Allahut azza wa jall është me vlerë të madhe vetëm këtë botë. Mirë po, shumë lehtësime ditën e gjykimit i asqill robët përmendja Allahut.